Mirëmbrëma miq të televizionit Shpresa, do të jemi së bashku në këtë transmetim live. Të ftuar në studio kam Klajt Miraçin, kryetari i Zyrës Intelektuale Tiranë. Përshëndetje. Përshëndetje Iva. Si po shkojnë takimet në Zyrën Intelektuale në Tiranë? Pjesa e takimeve në zyrë kohët e fundit ka qenë shumë intensive dhe i falenderoj gjithë personat që kanë ardhur për të na takuar, edhe për të ndarë shqetësimet e tyre, por edhe për të qenë kontribuese dhe për të marrë pjesë në gjithë organizimin që ne po bëjmë te zyra jon, duke informuar njerëzit dhe duke i dhënë mundësi të gjithë personave që të kuptojnë realisht se çfarë ne po bëjmë, edhe të jenë të sigurt te pjesa e organizimit dhe si do vijojnë gjithë pjesa e qeverisë teknike. Nga përshtypjet edhe nga gjithë takimet që kemi bërë me personat, është vënë re që frika e tyre më e madhe është se a do mundet dot Partia Shpresa Demokrate me profesor Pilinçin që për 3 muaj me qeveri teknike të arrijë që të marrin në dorë gjithë pjesën e shtetit dhe çdo gjë që të jetë organizuar shumë mirë, të ketë një organizim që realisht të jetë efektiv dhe realisht të bëj punën që njerëzit e kërkojnë prej 32 vitesh. Unë dua t'i bëj me dije njerëzit që pjesa e qeverisë teknike do jetë jo vetëm eficiente, do jetë jo vetëm e organizuar, por do bëj një filtr, do bëj një shtjellim të gjithë organizimeve që ka bërë kjo keq qeverisje për këto 32 vite. Arsyeja kryesore është që ne sot pothuajse dim të gjithë pjesën që në administratën tonë shtetërore jo vetëm që ligji është bërë palë me korrupsionin, por ne dim që edhe vendet e punës organizohen ose mirë organizohen për të punësuar njerëz që janë pjesë e partisë edhe për të bërë për të marrë rroga që ata nuk e meritojnë. Dhe kjo pjesë me qeverinë teknike patjetër që do marr fund, por kryesorja është që këta persona që kanë marrë përsipër të bëhen pjesë e qeverisë së deri tanishme duke marrë rrogat pa merituara, do kenë parasysh që gjithë pjesën e dëmit që kanë bërë edhe tek pjesa e rrogave, po dhe tek pjesa e figurës për shtetin shqiptar, do mbajnë përgjegjësi dhe do kenë gjithmonë parasysh që nuk do jetë më gjithë organizimi dhe nuk do bëhet gjithë më përshtypja që ne ishim në një vend pune dhe ashtu ishte koha. Do mbajnë përgjegjësi për çdo gjë që kanë marrë përsipër deri tash. Në lidhje me gjithë pjesën e strukturave shtetërore, kryesorja është që qeveria teknike do bëjë të mundur gjithë pjesën organizative në lidhje me atë që do bëhet Republika Presidenciale dhe do bëhet me kushtetutë amerikane. Prandaj njerëzit duhet ta kenë parasysh që prandaj po ndryshohet sistemi, siç u ndryshua në 92-shin që u bë me parti dhe u pa që këto 32 vite ishte jo funksional dhe pjesa kryesore e partive nuk e kishin seriozitetin dhe mendjen për të punuar për shtetin dhe për njerëzit, por i kthyen në parti biznesi ose në kompani biznesi, siç janë edhe sot për përfitime personale apo për mbajtur në punë njerëzit e tyre. Kjo pjesë u pa dhe u duk qartë që realisht kjo nuk funksiononte. Prandaj, duke u bërë ndryshimi i sistemit në Republikë Presidenciale me kushtetutë amerikane dhe shteti duke u bërë komfort ligjeve dhe duke afruar njerëz të ndershëm dhe serioz për të marrë detyrat përsipër, detyrimisht kjo pjesë e gjithë frikës që kanë njerëzit që do jetë funksionale, detyrimisht vetvetiu do marr fund sepse do jetë dhe një sistem i ri, po dhe njerëzit do jenë të duhur edhe të zgjedhur për të kryer detyrat dhe për të qenë në funksionet e duhura sipas meritës dhe sipas cilësive të punëve që ata do marrin përsipër. Sistemi i sotëm elektoral është i besueshëm? Tashi u bë 32 vite që ne po e shohim që ky sistem elektoral edhe ky sistem partijak që ne kemi as nuk funksionon, është, domethënë partitë që janë sot janë bërë parti biznesi për interesa personale të kryetarëve, por edhe për pjesën e asaj që sot është bërë në dom që ne i quajmë patronazhistët për t'i vendosur në vende pune. Deri tashi
me këtë që është bërë nuk na kanë treguar dhe nuk na I faktojnë dot realisht në qoftë se ky sistem realisht funksionon apo mund të bëhet diçka më mirë. Sepse edhe në këtë që partitë politike po bëjnë deri sot që po vazhdojnë fushatën e tyre për të treguar sikur nuk do ketë asnjë ndryshim, ne po shohim vazhdimisht edhe në mënyrë konkrete të përditshme edhe në lajme edhe në mënyrën se si ata I mbajnë fjalimet e tyre që më shumë janë fjalime të bukura edhe fjalime manipuluese se sa realisht fjalime me thelb që japin njerëzve një zgjidhje, I japin njerëzve një dëshirë për të jetuar në vendin e tyre dhe I japin njerëzve një optimizëm apo një realitet që ata realisht të fillojnë edhe të ndihen që janë në vendin e tyre, sepse unë e shoh te njerëzit që takoj për ditë që përmbledhja që ata bëjnë në gjithë ato që na thonë është që ne ndihemi sikur jemi në një vend të huaj, nuk e ndjejmë që jemi në vendin tonë. Dhe ky sistem politik që ne kemi sot realisht nuk po e tregon edhe nuk ka se si ta tregoj në të gjithë faktet që ka bërë si me organizimin e qeverisë, si me organizimin e strukturave partijake që kanë, e vetmja shtjellim që ata bëjnë për ditë është si ti mësojnë njerëzit të manipulojnë njëri tjetrin dhe si të gënjejnë ose si mos të punojnë 4 vite që të punojnë vetëm 1 muaj të zgjedhjeve për t'i zgjidhur njerëzve problemet që kanë në këmbim të votës. Kështu që prandaj është I nevojshme ndryshimi I sistemit, prandaj është e nevojshme që Shqipëria të marrë një republikë të re presidenciale me kushtetutë amerikane, që realisht çdo frymë e re dhe çdo njeri me ligjet konkrete që janë, po dhe me dëshirën e mirë që ata kanë për të kontribuar për vendin e tyre, të jetë konkrete dhe të ketë realisht funksion të përditshëm si në jetën tonë, po dhe si në jetën e atyre personave që duan të zgjidhin problemet e tyre që janë krijuar në këto 32 vite. Unë për këtë arsye I bëj thirrje të gjithë të rinjve, I bëj thirrje gjithë njerëzve që akoma e kanë me frikë apo me mëdyshje. Unë e kuptoj që dhuna psikologjike 32 vjeçare në Shqipëri është shumë e fortë, e kuptoj që njerëzit janë në atë mëdyshjen që të jetojmë në Shqipëri apo të largohemi. Unë e kuptoj që ky shpopullim që është bërë për 12 vitet e fundit është shumë rrënjësor, edhe tokat shqiptare pothuajse janë zbrazur, vetëm Tirana është e populluar me njerëz që shef rrugës, po të vesh nëpër qytete të ndryshme, rrugët realisht janë boshe dhe shef vetëm moshën e tretë. Prandaj bëj thirrje gjithë njerëzve dhe gjithë të rinjve që realisht e kanë dëshirën dhe patriotizmin për të kontribuar për vendin e tyre, të vinë në zyrat që ne kemi në Tiranë te kryqëzimi 21 dhjetorit mbrapa postës shqiptare, që për çdo paqartësi apo për çdo dyshim që kanë të takohemi, të flasim, të diskutojmë edhe t'i tregojmë dhe planin që ne po përdorim për momentin dhe atë që do ndodh me qeverinë teknike. Faleminderit Kledi që ishe me ne në këtë transmetim. Faleminderit Iva. Shikues të nderuar, mirë takofshim në orën 18:00.